Ute po s'dajnë ndelet. Hajde o! Hajde! 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 Tash, prit, tash se Balkan jongët, sot keni salat. Hajde fut një cak, prit më bu. Qeke gru. Lyp ne. Këpeni ati. Këpeni ati. Bravo. Dollë mo. Ska mo. Det hapers det her. Hapers prep. Hij se yaptı. Hold on, focus. Qika to legët për deshe. Ore. Ko? Jo, po të lutem, vazhdo ti. Ja, lutem, vazhdo ti. Salam alaikum, me vesh një sekund. Se ka bërë bezën.
I përshëndes shikuesit kudo që ndodhen. Mirë dita, besoj mëngjesi ka kohë që ka filluar. Mbylla ato punët e fermës. Lava qymezin e madh të pulave. Ndoshta tani flasim për një temë interesante, çfarë është roli. Kam përshtypjen që është shumë i paqartë edhe në këtë reality show se çfarë është roli. Disa herë bëhet pyetja, je kështu apo je vërtet kështu apo je në rol? Paragjykimi për rolin nuk është i mirë. Roli është pjesë e personalitetit të njeriut dhe funksioneve që ai kryen. Në qoftë se një grua është nën, bashkëshorte, punëtore në punë, punëtore në shtëpi, shkon në gjim, krijon, është dhe poete. Ajo deri tani numërova 6 role që duhet i bëj. Dhe me gjatë shpeshherë mund t'i bëj dhe shumë mirë gjitha këto role. Roli është pjesa e personalitetit. Personaliteti quhet ndryshe persona. Natyrisht në fushën e personalitetit hyn edhe ndjenjat, po kjo nuk janë fusha per se, do me thënë pik për pik, që përfshin personalitetin. Pra personaliteti është tërësia e funksioneve të cilat ne i ushtrojmë dhe që hyn diçka në zonën tonë të ndjenjave më të thella, por përzihen me to, pra ku luajmë këto role ne nuk jemi jashtë ndjenjave, por nuk hyn tek ajo pjesa më së intime që një person ka me një person, që është dashuria. Gjithë këto elementet e personalitetit mund të atraksojnë lidhjen personale të një personi me një person. Dhe në një marrëdhënie publike, siç është një reality show, ky person mund ta ekspozojë ndjenjën e vet, që është ndjenja më e thellë dhe që nuk është funksion publik. Pra, ndjenja më e thellë që kemi për një njeri, për dëshirat tona më të fshehta, më të thella, gjitha këto përbëjnë botën intime. Pra, bota intime zakonisht nuk përfshihet në relacionet e funksioneve që përbëjnë persona. Edhe fëmijës, për shembull, që e ke fëmijë, nuk mund t'i tregosh mbi intimitetin tat. Në punë, për shembull, unë jam akademike, jam mësim shkollë, nuk mund t'i flas studentave për ndjenjat e mia personale, më përjashtim në rasti kur mund të kem në histori që dua të jap në ilustrim teksti. Pra, jeta publike, ose jeta funksionale, pra jeta publike, po kemi edhe pjesë të jetës sociale që organizojmë në familje, nuk kemi vetëm njerëz publik, pra në punë, po edhe në familje, kur luajmë këto role, kemi një zonë intime që nuk e ekspozojmë. Bile kemi një zonë intime që nuk ja ekspozojmë as personit më të dashur, e kemi shumë të thellë. Edhe siç thot Derrida, kemi një zonë që as duam t'ja kujtojmë vetvetes që janë rrënjët e djegura, kështu i quajnë ai rrënjët e djegura, që s'duam t'ja kujtojmë vetvetes, diskurse që intime ose jo intime që nuk na pëlqejnë, nuk kemi nevojë t'i kujtojmë. Tani ku jemi në një reality show, ne jemi në një funksion publik. Dikush aty mund bjerë dashuri, e ka shansin, dikush se ka shansin fare. Pse? Mund t'jeti lidhur për jashta, ka përgjegjësi për ato lidhje dhe ka dhënë besim dhe fjalë në ato lidhje. Dikush tjetër nuk gjen atë që do.
dikush e gjen dhe e ekspozon. Sigurisht, ai që ekspozon marrëdhënie intime në një publik reality show, ai që ekspozon marrëdhënien intime, ka një avantazh që se kanë ata që se kanë këtë marrëdhënie intime. Pra, është në dorë të tij ta ekspozojë intimitetin ose jo. E ka gjetë një partner, e ekspozon edhe ka dy fish mundësira nga çka një që nuk i ka marrëdhëniet intime. Për këtë arsye, për shembull, unë shpeshherë kam improvizuar intimisi këtu në një mënyrë të shkëlqyer. Do thoni ju, a ke qenë gjithkohë në rol? Tash kur bën rolin e nënës, a ndjen ti? Ndjen sigurisht. Bën rolin që jep mësim. Dje për shembull lujton lojtarët aty në fush. Për lek kanë lujt. Po ha ndjen, po sigurisht, ndjen u vran, u ca për lunë, ishte për fshirje. Kështu që kur e pyesni një person, kush je ti? A je në rol apo je ky? Dijeni që në një reality show mund bëni një llogaritë thjesht. Ky person ka familje jashtë, ka përgjegjësi, po improvizon, s'po improvizon.